Tashmë, të gjithë kemi parë që raporti mes Mirit dhe Selinës ka qenë kryefjala e Prajmit të dieshëm, ku opinionisti Arber Hajdari ka ndarë bindjen e tij se situata ka kaluar përtej lojës, por duke bërë një dallim thelbësor mes dy protagonistëve. Ai ka thënë: "Unë kam përshtypjen se kanë lindur ndjenja." Megjithatë, ai arsyetoi sjelljen e Selinës me moshën dhe nevojën për mbështetje, ndërsa ishte kritik ndaj këngëtarit. "Unë e shoh normale që të lindin ndjenja nga një vajzë e re, por jo që të lindin nga Miri, sepse nga çfarë kam dëgjuar, ai ka një martesë", theksoi Arbri. Sipas Hajdarit, gjithçka nisi si strategji, por doli jashtë kontrollit. Të dy e kanë nisur si aleancë në lojë dhe më pas si një afrimitet i madh. Ai shtoi gjithashtu se letra e babait të Selinës ishte një mesazh i qartë që nuk linte vend për keqkuptime, ndërkohë që Selin e ka përdredhur atë letër dhe po vazhdonte të njëjtën sjellje ndaj Mirit. Ai gjithashtu ka thënë që kunata Greta, e cila është futur aty, megjithatë ato të dyja akoma nuk e kanë deklaruar, do të jap pak ditë kohë dhe edhe ajo do t'i thotë Selinës që duhet largohet nga Miri, pasi nga jashtë po duket shumë shëmtuar. Megjithatë, do të na duhet që të vazhdojmë që të shohim Big Brother për të kuptuar se si do të shkojë kjo ngjarje. Ndërkohë që bashkëshortja e Mirit ka shprehur që ajo e do shumë dhe nuk po bën asgjë gabim aty brenda, ndërkohë që fansat pas deklaratat të saj thanë që kjo është shumë e turpshme që edhe një grua të pranojë një tradhti si ajo që po bën Miri brenda në atë shtëpi. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.